Në një tenxhere me 2 litra ujë, vëm grurin e zbutur më parë për të zier. Vendosim dhe kapakun dhe me presion, gati 1 orë, gruri zjehet dhe zbutet derisa të plaset kokra. Më pas i shtojmë 1 gotë qumësh për t'i dhënë shije. Hedhim 1 filxhan sheqer, ose pak më shumë sipas shijes. Pasi kemi hedhur sheqerin, në një tas me 2 apo 3 lugë niseshte, hedhim pak ujë për ta tretur. E tresim mirë dhe e shtojmë në tenxherën me grur. Më pas shtojmë dhe kanellën për t'i dhënë shije, kanell apo karafil sipas dëshirës. Derisa gruri të marrë val dhe të formojë flluckat në sipërfaqe, kjo do të thotë se ashurja është gati. Për t'i dhënë shije, shtojmë sipër arra të grira dhe rrush të thatë, disa copa karafil dhe pak kanell. Ashurja është gati për t'u ngrënë. Na ndiqni në Facebook në faqen tonë Gatuaj Shëndetshëm.